edhe në funksionin për cilat edhe po lejohen. Pra janë karakterit humanitar, sidomos në rastet kur të gjithë paraburgosurit kanë për vizituar familjarë të cilët janë të sëmur. Vizitat po kalojnë, siç e thash, pa probleme, prandaj nuk ka arsye që këto vizita të mos lejohen, sepse asgjë nuk po ndodh e jashtëzakonshme. Veç kjo vizitë tha që t'u lejua pas disa herëve që bëri kërkesë, a është problemi tek i akuzuari apo te rrethanat që kanë qenë të brendshme në Republikën e Kosovës? Po, unë e thash që asnjë kërkesë, jo vetëm e Zotit Thaçi, nuk duhet të refuzohet nga dhomat e specializuara. Kjo për faktin se të gjithë të akuzuarit kanë treguar nivel të lartë të bashkëpunimit, janë dorëzuar vullnetarisht, pastaj edhe vetë gjykata në disa prej vendimeve për vazhdim të paraburgimit ka theksuar se nuk ekziston rreziku që të pandehurit të arratisen, e për më shumë secili person i cili është lejuar për vizitë humanitare i ka zbatuar urdhrat e gjykatës, që po i bie se i ka zbatuar të gjitha ato kufizime për kontakte me persona të cilat kanë qenë të imponuara në bazë të vendimeve të lëshuara nga gjykata për vizita humanitare. Atëherë pse pati nevojë për këtë farë insistimi të Zotrit Thaçi që të vinë në Prishtinë për një vizitë për prindin e smur? Vërtet edhe unë nuk mund ta kuptoj hezitimin e dhomave të specializuara që Zoti Thaçi të lejohet tek pas kërkesës së katërt të përsëritur për një vizitë humanitare. Mendoj se qysh me kërkesën e parë të bërë për një vizitë të kësaj natyre, Zoti Thaçi është dashur të lejohet të vizitoj babain e tij të sëmur, dhe vërtet nuk e kuptoj hezitimin e dhomave specializuara që ta lëshojnë një urdhër të kësaj natyre. A kanë qenë pyetje zgjedhjet, procesi zgjedhor, fushata zgjedhore edhe votimi në një situatë ku edhe një parti që ka udhëhequr Zotri Thaçi ka qenë në garë, edhe pse disa herë vetë Thaçi ka thënë që nuk është i përfshirë në procesin zgjedhor dhe as nuk ka ndikim në diçka të tillë? Unë vërtet nuk e di cili ka qenë motivi i dhomave specializuara që së paku 3 apo 4 herë të refuzoj kërkesën e Zotit Thaçi për vizitë humanitare. Këtë nuk e di, nuk dëshiroj të spekuloj, nëse është kështu,